Selam aleikum, miq të dashur. Sot do të bëjmë një meditim të shkurtër, por shumë të veçantë për pastrimin dhe kthimin të energjisë dhe fuqisë personale shpirtërore. Para se filloj me meditimin, dua të sqaroj pak rreth kësaj teme. Qëndroni me mua deri në fund. Gjithçka rreth nesh është energji. Universi, ashtu siç është krijuar nga Allahu, funksionon përmes valëve të padukshme të energjisë. Çdo gjë që ekziston, trupi jon, emocionet, mendimet, madje edhe fjalët që shqiptojmë, mbartin një formë energjie. Kjo energji lëviz dhe rrjedh, ndërtohet dhe shpërbohet në varësi të lidhjeve që krijojmë me botën përreth nesh. Kur ne kemi kontakt me njerëz, me vende apo me ngjarje të caktuara, ne nuk krijojmë thjesht një kontakt fizik apo mendor, ne krijojmë lidhje shpirtërore, një lidhje energjetike. Disa nga këto lidhje janë të shëndetshme, ushqyese dhe na ndihmojnë të rritemi shpirtërisht, por të tjerat janë të lodhshme, shtruese dhe shpesh na mbajnë të lidhur me të kaluarën, me dhimbjet ose me situata që nuk na shërbejnë më. Pra ne të gjithë shkëmbejmë energji. Në çdo bisedë, çdo përqafim, çdo shikim ka një transferim të padukshëm energjie. Disa njerëz hyrë në jetën tonë dhe ndjejmë një lehtësi, një dritë, një ndjenjë dashurie ose paqe. Ata sjellin energji të pastër, të dashur dhe të harmonizuar, por ka të tjerë që mund të kenë një ndikim të kundërt, negativ, mund të na bëjnë të ndihemi të lodhur, të zbrazët, të shqetësuar apo të humbur. Kjo ndodh sepse shumë nga ne jemi empatik, njerëz që ndjejmë thellë, që përthithim emocionet e të tjerëve sikur të ishin të vetat. Të jesh empatik do me thonë të jesh një njeri me ndjeshmëri të thellë ndaj emocioneve dhe energjive të të tjerëve. Një zemër që ndjen thellë përtej fjalëve. Njerëzit empatik janë ata njerëz që kanë një ndjeshmëri të lartë ndaj energjisë së ambientit dhe njerëzve përreth. Ata thjesht nuk dëgjojnë vetëm fjalët, ata ndjejnë emocionin pas tyre. Ata mund të hyjnë në një dhomë dhe të ndjejnë atmosferën, tensionin apo paqen që mbizotron aty dhe pa u thënë asgjë. Kjo dhunti është shumë e bukur por edhe e vështirë, sepse njerëzit empath janë vetëm që ndjejnë thellë, por edhe mbartin energjinë e të tjerëve, shpesh pa vetdije. Kjo i bën të ndihen të lodhur, të mbushur emocionalisht, të humbur në mes të energjive që nuk janë të atyre. Ky meditim është shumë i veçantë dhe nuk është për të gjithë. Është posaçërisht për njerëzit që janë empatik. Kjo nuk është as dobësi, as mundje, por një dhuratë nga Allahu që kërkon kujdes dhe dashuri për veten. Kur fillojmë të mbartim më shumë se ç'na përket, kur ndjejmë lodhje të pashpjegueshme, trishtim që nuk është i joni, ose kur thjesht humbasim ndjensinë e lehtësinë dhe dritën e Allahut, kjo është një shenjë që disa lidhje energjetike duhet të lirohen, pastrohen dhe të shndrohen. Për këtë arsye sot do të udhëheq në një meditim të shkurtër, një udhëtim të brendshëm për pastrimin e energjive që nuk na shërbejnë më dhe për rikthimin e dritës të Allahut, të energjisë dhe fuqisë tonë të brendshme. Ky është një pastrim i thjesht energjetik që mund ta bësh çdo kohë, sidomos para gjumit dhe në momentin që zgjohesh, me qëllim të kthimit të vetvetja dhe dorëzimit ndaj mëshirës së Allahut. Merr tani një frymë thellë dhe le të fillojmë. Bismillahirrahmanirrahim. Gjej një vend të qetë, ulu drejt, vendos trupin në një pozicion të rehatshëm, merr një frymë të thellë, mbaje për disa sekonda dhe nxirre ngadalë jashtë. Tani vendosi duart në prehër, me pëllëmbat përpjet, sikur bën dua, dhe mbylli sytë. Merr edhe një frymë të thellë, mbaje për disa sekonda dhe nxirre ngadalë jashtë. Shumë bukur. Me një qëllim të pastër dhe me sinqeritet në zemër, thuaj me zë të ulët pas meje. O Allah, çdo energji që nuk është prej teje dhe që nuk më përket mua, të lutem largoje prej meje, ktheje tek burimi i saj, pastroje, bekoje dhe ktheje në dritë.
merr një qetër frymë të thellë dhe lejo që gjithçka e rënd të largohet me të. Thuaj përsëri: O Allah, çdo energji që nuk më shërben dhe që nuk është prej teje, që nuk është e imja, e dorëzoj në dorën tënde. Pastroje dhe ktheje në mëshirë e dritë. Shumë bukur. Tani me përullësi para Allahut, ne do të rikthejmë energjinë dhe fuqinë tonë. Merr një frymë të re, mbaje për disa sekonda dhe nxirre jashtë me ndjesinë e hapjes ndaj pranisë Allahut dhe thuaj me zemër të hapur: O krijuesi i gjithësisë, të lutem më kthe të gjithë pjesët e shpirtit, fuqisë dhe energjisë sime, që i kam shpërndar pa vetdije. Pastroj, bekoj dhe më ndihmo t'i integroj në mënyrë të shëndetshme në trupin dhe shpirtin tim me lejen tënde. Thua edhe një herë me më shumë dashuri: O Allah, më ndihmo të kthej çdo pjesë të energjisë, fuqisë dhe shpirtit tim me dritën tënde dhe më jep ekuilibër e paqe. Tani vendos dorën e gjathë mbi zemër dhe thuaj me përullësi: I dashur Allah, të falenderoj, të dua ty më shumë se gjithçka. Të lutem falem, unë e fal veten time dhe i fal të tjerit për gjithçka që ka ndodhur. Të lutem më pastro dhe më udhëso. Çdo lidhje e padobishme ndërmjet meje dhe të tjerëve, qof kontroll, dhimbje apo manipulim, e dorëzoj në dorën tënde. O Zot, më ndihmo të shkëpus këtë lidhje negative e shpirtërore me mëshirë dhe dije. Më ndihmo të marr përgjegjësi për mirëqenien time dhe të lutem më udhëzo dhe më sjell njerëz që janë pozitiv dhe që pasqyrojnë dritën tënde. Çdo dëm shpirtëror, emocional apo fizik që këto lidhje mund të kenë shkaktuar në jetën time, unë i largoj, i shkëpus dhe i bëj të pafuqishme mbi mua me lejen tënde. O Allah, të lutem, rindërtom dhe shëro. Me besim të plot, unë e fal veten time dhe të tjerët në të gjithë kohët të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen, dhe e dorëzoj gjithçka në mëshirën dhe diturinë tënde. Unë tani marr energjinë dhe fuqinë time që më takon mua dhe ua kthej të tjerëve energjinë dhe fuqinë që u përket atyre. O Allah, më mbulo me dritën tënde, me dashurinë tënde dhe më jep urtësi, qetësi dhe forcë hyjnore. Tani fokusohu në zemrën tënde dhe thuaj vetes me butësi: unë jam e sigurt. Unë jam e dashur. Unë jam e bekuar dhe e mbrojtur nga mëshira e Allahut, tash e përgjithmonë. Elhamdulillah,
Ya Rabbi Alemin. Amin, amin, amin. Merë edhe një frymë të thellë dhe nxirë jashtë. Duke u kthyer ngadalë në këtë moment, në këtë realitet, për këtë herë me energjinë tënde të pastër dhe me fuqinë tënde të rikthyer, të mbushur me dritën, mëshirën dhe dashurinë e Allahut. Hapi syt ngadalë, buzëqesh dhe thua edhe një herë: Elhamdulillah. Si ndihesh? Shpresoj që ky meditim i shkurtër por i fuqishëm të ka ndihmuar të ndihesh më lehtë, më i qetë dhe më i lidhur me veten tënde të vërtetë me Allahun. Uroj që të jesh gjithmonë vetvetja me energji të pastër, e rrethuar me dritën e Allahut dhe me paqen që vetëm ai mund ta dhuroj. Më shkruaj në koment si e përjetove dhe a të pëlqeu ky verzion i meditimit dhe mos harro të ndash me dikë që ka nevojë. Abonoheni për më shumë meditime islame, reflektime shpirtërore dhe udhëzime që të ndihmojnë të qëndrosh i lidhur me veten dhe me Allahun. Le të rritemi bashkë në dritë, mëshirë dhe ndërgjegjësim. Elhamdulillah për këtë moment, elhamdulillah për këtë ngjesi, elhamdulillah që jemi këtu së bashku të lidhur përmes dashurisë dhe njësisë së Allahut, atij që është një dhe i vetëm. Amin. Deri herën tjetër, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Assalamu alaikum.